Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka vijuar turin e riorganizimit të strukturave politike të LSI-s, duke u ndalur në qytetin e Korçës ku ka marrë pjesë në konferencën zgjedhore të Lëvizjes Rinore për Integrim. Gjatë këtij takimi, Meta deklaroi se LSI është forca politike për të realizuar sfidat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa duke u ndalur tek reforma zgjedhore, ai tha se procesi duhet të përshpejtohet duke ndjekur rekomandimet e Bashkimit Evropian. Shpresojmë që të përshpejtohen ritmet e reformës zgjedhore dhe njëkohësisht të bëhen gjitha ato përmirësime, të cilat realizojnë evitimin e çdo lloji kontestimi të mundshëm. Sikurse ka ndodhur të kaluarën, për këtë janë rekomandimet e OSB Odirit dhe natyrisht edhe realizimin e barazisë votës. I pyetur nga mediat e lidhur me emrin e ri të presidentit, Meta ka deklaruar që më e rëndësishme është një proces kushtetues dhe konstruktiv sesa emra konkret. Për Lëvizjen Socialiste për Integrim, më e rëndësishëm është procesi, i cili duhet të jetë i proces kushtetues, pasi diskutim, por edhe sa më konstruktiv, që të jetë e mundur. Emrat vinë pas procesit. 841 delegatët e Lëvizjes Rinore për Integrim në Korçë zhvilluan zgjedhjet për kreun e LRI-s në këtë qytet, ku fituese rezultoi Arsidesa Hysi përballë Niko Kapuranit.